Nëse vuani nga këto sëmundje, nuk duhet të hani xhenxhefil. Xhenxhefili është një zhardok i mrekullueshëm për shëndetin. Ai është përdorur për të dhënë shije gatimeve, por edhe për të përmirësuar shëndetin për mijëra vite me radhë. Megjithatë, fuqitë shëruese të xhenxhefilit duket se përdoren me kujdes, sepse ato nuk janë të përshtatshme për të gjithë njerëzit. Në këtë video do të mësoni nëse mundeni ta përdorni xhenxhefilin në varësi të problemeve shëndetësore që ato kanë. Njerëzit të cilët duan të shmuangin ose të konsumojnë më pak xhenxhefil janë njerëzit që marrin medikamente për mpiksjen e gjakut, pasi mund të hollojë gjakun e tyre, njerëzit që marrin medikamente kundër diabetit, pasi mund të ndikojë në rënien drastike, njerëzit që marrin ilaçe për tensionin e lartë, njerëzit që vuajnë nga gurët e tëmthit dhe grashtatxanat duhet të evitojnë ose të reduktojnë sasinë e konsumuar të xhenxhefilit në dietën e tyre, pasi mund të ndikojë negativisht edhe në kundërveprim me medikamentet që përdorin.